Rritja e çmimit të karburantit po ushtron presion të ri mbi sektorin e transportit publik, duke I detyruar operatorët të kërkojnë qeverisë vazhdimin e mbështetjes financiare edhe për muajt qershor, korrik dhe gusht. Shoqata e transportit urban dhe interurban argumenton se nafta, e cila ka arritur në 214 lekë për litër, ka arritur ndjeshëm kostot operative, duke bërë gjithnjë më të vështirë për ballimin e aktivitetit të përditshëm. Sipas operatorëve, konsumi I lartë I karburantit nga autobusët dhe mjetet e transportit publik ka krijuar një bartër rënd financiari që rrezikon vijimsinë e shërbimit dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktore. Kërkesa drejtuar institucioneve vjen me kulmin e sezonit turistik, ku numri I pasagjerëve është rritur. Megjithatë, përfaqësuesit e sektorit theksojnë se të ardhurat shtesë nuk janë të mjaftueshme për të kompensuar rritjen e kostove të karburantit. Më herët, si pasojë e rritjes së çmimit të naftës të lidhur me tensionet në lindjen e mesme, qeveria miratoi një fond prej 250 milion lekësh për kompensimin e operatorëve me një subvencion prej 50 lekësh për çdo litër karburant të konsumuar gjatë periudhës së mars-maj. Megjithatë, sipas shoqatës, një pjesë e operatorëve ende nuk kanë përfituar pagesat e parashikuara. Për këtë arsye, ata kërkojnë jo vetëm zgjatjen e skemës së kompensimit, por edhe thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave të rimbursimit, duke konsideruar këtë mbështetje të domosdoshme për garantimin e funksionimit normal të transportit publik.